Një numër i madh nxënësish dhe stafi janë duke munguar në një numër të madh shkollash në Mbretërinë e Bashkuar për shkak të shpërthimeve të gripit dhe viruseve të tjera, duke mbyllur shumë prej tyre përkohësisht. Drejtuesit e shkollave pohojnë se situata po ngjason me periudhën e pandemisë COVID-19, ku më shumë se 250 nxënës dhe mësues u morën duke u rikthyer tek mësimi online. Simptomat përfshijnë të vjella, diare, temperaturë të lartë, koll dhe lodhje, me një periudhë rikuperimi prej rreth 7 ditësh. Autoritetet shëndetësore po rekomandojnë përdorimin e maskave për të reduktuar përhapjen e virusit, ndërsa paralajmërojnë për një valë të madhe infeksionesh dhe shtim të ndjeshëm të numrit të shtruarve në spital. Gjithashtu rreth 100 pasagjerë dhe antar ekuipazhit të një anijeje janë prekur nga norovirusi gjatë një udhëtimi nëpër botë. Kjo situatë po shkakton shqetësim të madh në Britani, ku autoritetet paralajmërojnë qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të qëndrojnë në shtëpi nëse shfaqin simptoma.